shojmë pak se çfarë kemi tani në minutat e fundit, sepse kjo duhet të jetë shpejt përderisa kemi lënë për në fund një sallatë me bullgur, që është jo vetëm një sallatë, por një vakt më vete. Për drekën apo për darkën tuaj apo për mëngjesin, kemi një filxhan bullgur, kastravec, tomate, majdanos, lëng limoni, vaj ulliri, pak krip. Pra, kur ju duhet të konsumoni diçka dhe thoni që e dua të shëndetshme, kjo është ajo mënyra. Në një tas do t'i përziejmë produktet që tham, mos i harxuam kastravecat për këtë recetë apo kemi? Jo, kam. Okej. Kështu që do t'i bashkojmë në një tas, ja të gjejmë një. E kam tasin këtu fare, mos më lodh, hiç fare. Edhe pas ke marrë dhe transparent. Po sepse ne jemi transparent. Direkt. Kësaj mund t'i shtojmë edhe në një çik limon, po deshe. Unë të paktën. Po, edhe duhet limonin. E gjitha apo jo? Jo, nuk më duhet e gjitha, se një masë vogël do bëj, nuk është se. Pra. Vëra ty ta shumë? Ja. Ja, me bëjmë ca mënyra të thjeshta për marrjen e lëngut limonit, pa e prer fare. Ke më i fshif, pa e prer ke më i fik tjetër aty. Jo, këtë dua, se kjo më preu gishtin vitin e kaluar. Pa jo është ma jep mollën, se preva gishtin. Ja, kështu, isha dha del në një qik lëng. Dole. Lëngun tjetër. Është dhe i but. Ma kalo atje. Tek tasi? Te tasi direkt. Çfarë na mbeti nga limoni, e kemi për banakun sot, që bëjmë pastrimin pasi përfundojmë me punët tona. Atëhere, lëngun e limonit, po të duam, i shtojmë në një fetë të zmoll. Një fetë të zmoll është shumë mirë. Direkt. E përziej. Pakës krip. Pak piper. Në marinim një dyshes. Pak vaj. Por, asnjëherë nuk ju shkon dëm. Çfarë do bësh në një truk tjetër? Marr atë kanën. Ja. Niki. Pak lëng nga jep një shije shumë të mirë. O pi heq shumë bulgurin, i trazojmë mirë. Dhe e kemi madje edhe për ditën e nesërme. Masën e vajit. Në frigorifer. Kjo kanë nuk duhet të mungoj. Kemi për pjesën tjetër të stafit, se ne të dyja kemi gotën përpara. Shtojmë edhe bulgurin. Bulguri i zjerë jo mirë. Super. Kaq që thjesht. Një pjatë voçkë shpejt. Nëse ne e lëm bulgurin që të ftohet, e përdorim edhe në ditët në vazhdim, apo jo? Dhe kur është i ftohet, është një voçkë, nuk ka problem. Sa me i ftot, aq më mirë. Ja, ikse e marrun, e mora unë. Vogël do ti? Urdhëro. Ja. Direkt. Përfunduam në minutazhin, po. Mbaruam në minutazhin. Të lumshin duart, i lëm aty bashk. Dhe ju bëft mirë ajo që keni gatuar, por edhe nëse do të zgjidhni të gatuani recetat që thollëm sot, mos harroni klikoni në YouTube. Faleminderit që jemi pas pak me të ftuara. Të lumshin duart nesër bashk.